trupi, e hënë, dashi. Energjia juaj do të jetë në maksimum. Është dita ideale për të nisur një projekt të ri ose për të marrë një vendim që e keni shtyrë prej kohësh. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë zemrat. Demi. Kushtoni vëmendje financave. Mund të shfaqesh një mundësi interesante për të rritur të ardhurat. Në aspektin profesional, qëtësia dhe durimi do t'ju ndihmojë të shmangni keq kuptimet. Binjakët, hëna ju favorizon në komunikim. Takime, telefonata apo mesazhe të rëndësishme mund të sjellin lajme pozitive. Mos keni frikë të shprehni mendimin tuaj. Gaforja, intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht. Besojini instiktit, sidomos në çështje që lidhen me familjen dhe marrëdhëniet personale. Një surprizë e këndshme mund t'ju zbukurojë ditën. Luani, drita e vëmendjes është mbi ju. Një mundësi për të treguar aftësitë tuaj mund të sjellë vlerësim dhe sukses. Në dashuri, karizma juaj do të jetë e parezistueshme. Virgjëresha, një ditë e mirë për organizim dhe planifikim. Detajet do të bëjnë diferencën. Kujdesini pak më shumë për veten dhe mos e mbingarkoni agjendën. Peshorja, harmonia dhe balanca do të jenë fjalë kyçe. Një takim i ri i papritur ose një njohje e re mund të zgjojë emocione të bukura. Në punë bashkëpunimet favorizohen. Akrepi, disa të vërteta mund të ndalin në dritë. Mos u tremni nga ndryshimet sepse do t'ju hap rrugë më të mira. Në mbrëmje kushtoni kohë njerëzve që doni. Shigjetari, aventura dhe optimisti juaj shoqërojnë. Mund të merrni një lajm që lidhet me udhëtime, studime ose projekte të reja. Besoni më shumë te potenciali juaj. Priciapi, puna dhe përgjegjësia do të kërkojnë vëmendje, por rezultatet do të vlejnë. Në aspektin sentimental, një gjest i vogël mund të ketë ndikim të madh. Ujori, kreativiteti juaj do të shkëlqejë. Është momenti për të ndarë idetë me të tjerët. Një person i veçantë mund t'ju surprizojë me një lajm ose propozim interesant. Peshit, emocionet do të jenë të thella dhe të bukura. Dita favorizon reflektimin, dashurinë dhe lidhje familjare. Dëgjoni zemrën, por mos harroni logjikën.